paga e 13, rritja e pensioneve e shumë vendime të tjera. A është kjo thyrje e ligjit? Sot në mbledhjen e qeverisë janë marrë disa vendime nga kryeministri Kurti. Disa nga vendimet e marra ishin këto. Kryeministri Kurti ka thënë që paga minimale do të jetë nga 1 janari 420 euro, ndërsa nga 1 korrikë do të bëhet 500 euro. Disa vendimet e tjera të cilat janë marrë në këtë mbledhje kanë qenë këto. Edhe rritja e pagës të pensionistëve. Pensionistët për momentin e kanë rrogën 120 euro dhe që nga nesër pritet që për ta të bëhet paga 150 euro. Në ndërkohë u morën edhe disa vendime të tjera. E njëra nga to është pjesa e pagës së 13. Kryeministri Kurti ka thënë që kushdo që do të punoj 12 muaj do të ketë edhe pagën e 13. Këto ishin disa nga vendimet e marra në mbledhjen e sotme. Lidhur me këtë mbledhje ka pasur reagime të shumta e që shumica nga ta thonë që kjo është një shkelje e ligjit. Instituti GAP ka thonë që qeveria në detyrë ka mujt me procesu në mënyrë të lehtëshme, por që ka vendosur me shkel në thelb kushtetutën. Në ndërkohë, lidhur me këtë ka reaguar edhe Eugen Cakolli, i cili është kryetar i KDI-s. Po tentohet të krijohet përshtypja se kush nuk e përkrah buxhetin është kundër qytetarëve. Këto ishin vendimet e marra në mbledhjen sot dhe kundërpërgjigjet, pra reagimet ndaj kësaj. Po ju a mendoni që kjo është një shkelje e kushtetutës?